Faleminderit nën kryetar. Këtë pyetje e kam shtruar para 3 javë, mirë po shihet që po kem problem pak me kohën për adresim pyetjeve. Pra është një temë e cila edhe është konsumuar, mirë po neve posaçërisht si grana intereson sepse kemi pas shumë ankesa lidhur me skandalin e ndodhur në ÇKU me rastin e Lehonës, e cila sipas informacioneve pra të marra në mungesë të kujdesit nga infermierët që ishin kujdestare atë ditë, ajo detyruar të linë në korridor. Unë e di dhe kam dëgjuar shumë opinione, edhe e kam informacione që Komisioni Shëndetësisë ka vizituar, domethënë, vetë pacienten. Mirë po, i nderuar ministër, unë e interesohem ju çka keni bën këtë drejtim, a keni marrë informacione, dhe t'ju them sinqerisht jam befasu që më shumë stafi i asaj klinike është interesuar që të kuroj imazhin përmes një konferencë për shtyp, se sa të interesohet se vërtet a ka ndodhur apo është egzageruar, që unë pak besoj. Pasi që nënat në ato momente pak besojnë që të krijojnë drama, interesohen për fëmijët e tyre dhe shëndetin e tyre. Zoti ministër, keni fjalën. Faleminderit kryesues, faleminderit zonja deputete. Unë them që në momentin që kemi marrë informacionin për shqetësimin që është ngrit, kemi kontaktuar drejtorin e shërbimit spitalar klinik universitar dhe kemi kërkuar hulumtim. Natyrisht që ata kanë bërë hulumtimin dhe landa është procesuar në komisionin disiplinor, eventualisht nga të gjetura do të merren masa. U them me përgjithësi që informacionet që kanë rrjedhur në fillim se fëmiu ka rënë në tokë nuk janë të vërteta, po lindja ka ndodhur në korridor dhe në prani të profesionistëve. Fëmiu ka qenë mirë dhe është mirë ende dhe nuk kemi nevojë ne të dramatizojmë, por unë për krahje dhe diskutimin e deputetit më herë që ngriti një çështje të trajtimit jo adekuat dhe jo real të vlerësimit punës së Mantelbardhë, dhe unë ju ftoj publikisht që është koha e fundit që ne të punojmë bashkarisht, edhe politika, edhe media, edhe qeveria, që të fillojmë të trajtojmë me realitet punën e Mantelbardhës, se nuk është krejt keq, po ky trajtimi deri tanishëm ka prunë deri te humbja e besimit në shëndetësinë kosovare dhe ju ka kriju një pakënaqësi edhe një percepcion që çdo gjë është keq në shëndetësi. Ju lutem të punojmë, të ngrisim edhe çështjet e mira, të potencojmë pa desh me anashkalu defektet, pa desh me mbrojt individin i cili shkel rregullat dhe kodin e etikës profesionale. Ju falenderoj. Pyetje shtesë. Zonja Izmakova. Po, i nderuar ministër, është e vërtetë që ndoshta është egzageruar, mirë po sigurisht që në raste që na adresohen. Po them edhe një herë, kryesisht gratë na adresohen për këto çështje, mirë po jemi të vetëdijshëm se ne nuk duhet të gjeneralizojmë këtë raste, që ka për kujdesje, ka njerëz dhe mjek që janë shumë profesional, dhe në momentin kur ne do të marrim ato lajme të mira, patjetër se kemi me i përdor edhe si informacionin këtë kuvend. Mirë po, nëse ne i adresojmë këto problematika, nuk duhet që stafi mjekësor të merr këto si kritika apo me mendimin që ne dojmë të shohim vetëm ze. Pra, thjesht kemi nevojë që shqetësimet e qytetarëve të paraqesin këto. Unë të falenderoj për informacionet edhe për mundësinë, kryesues. Faleminderit.